Me aktivitete për nderim të punës së mësimdhënësve është shënuar të premten dita e mësuesit. Për 7 marsin, Ministria e Arsimit ja ndau çmimin Shaban Jashari për kontributin dhe punën në arsim mësuesit Shaib Krasniqi nga shkolla Naim Frashëri në Breznicë të Obiliqit. E tek e vlerësoi peshën e mësimdhënësve në shoqëri, Ministri e Arsimit Arbriena Gafci bëri zotim për përkrahje të vazhdueshme për punëtorët e arsimit. Si arsimtore me përvojë të gjatë në të gjitha nivelet të punës në arsim, e di mirë dhe e kuptoj thellë peshën dhe ndjeshmërinë që e ka puna juaj e çdoditshme. Andaj dhe me këtë vedije në Ministrinë e Arsimit kemi dhënë një tekst të veçantë tek zhvillimi profesional i mësimdhënësve. Por njohësi i arsimit Dugaxhin Pupovci ka shprehur qëndrim se ka mungesë të mbështetjes institucionale për mësimdhënësit dhe këtë ndërlidhi edhe me cilësinë në arsim. Problemi kryesor i sistemit tonë të arsimit është cilësia jo e mirë dhe këtu me siguri që një kontribut e ka edhe cilësia e mësimdhënjes, pra aty tani nuk mendoj që t'i fajsoj mësimdhënësit si individ për këtë punë, po sigurisht që për shkak të mungesës së një mbështetje institucionale të krijimit të një mjedisi më të përshtatshëm për punën e tyre, nuk është që mund të jemi të kënaqur në përgjithësi me cilësinë e arsimit, që është njëri edhe ndër shkaqet e problemit të cilësisë në sistemin e arsimit në përgjithësi. Si pjesë e shënimit të 7 marsit, të premten janë ndarë mirënjohje për mësuesit e dalluar në komunën e Prishtinës, si dhe është mbajtur një diskutim për rolin e shtëpive shkolla gjatë viteve 90.